është një qift i cili është krijuar po këtë vetë në Big Brotherin e Kosovës, Diana dhe Arioni, një qift i cili është përfol mjaft shumë për luhatit edhe për krizat e tyre në fakt në lidhjen e tyre. E që tashmë po m'duket përfundimisht janë ndarë me njëri tjetrin, edhe raportet e tyre raporti tyre në mes njëri tjetrit tashmë ka marrë fund, lidhja tyre ka përfundu, është një video të cilën e ka publiku në fakt Diana, e që me pak fjalë tregon në atë video të cilën veç nëse e shohim edhe kemi pa në rrjetet sociale e cila është shpërndar, është një këngë e cila tregon se nuk pas kam qenë mirë me personin cilën pas kam ndej diçka e tillë mos gabuam, por që për gjitha jepi vullet... Nuk kam qenë vetvetja, nëse nuk gaboj. Nuk kam qenë vetvetja, kështu i bie diçka. Por që mos gabojmë që kjo video i ka jep vullën për me tregu që lidhja e saj bashkë me Arionit tashmë ka përfunduar. Që një qifti ka që ka qenë në Big Brother, për që lidhja nuk i zgjati mjaft shumë. Ka qenë është diskutuar kjo lidhja e Dianës pas motrës deklarimeve të motrës saj, hyrjes Big Brother, mos aprovimit. Ka qenë goxha interesante dhe të tham drejtën, unë përvejtë veç e kam prit kur kanë mundohë. Kur ka mendodhë kjo krisja me shiftit, pasi jemi këtu të Big Brother i Kosovës, në fakt një ish banora, Anisa, e ka treguar dhe një lajm tjetër i cili